Takimi i dytë i nivelit të lartë Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian u mbajt këtë të enjte, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama. Në fjalën e tij, Rama e cilësoi anëtarësimin në Bashkimin Evropian si domosdoshmëri e të qenurit përfundimisht të lirë nga hija e historisë së Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria nuk ka rrugë tjetër veç se integrimit në Bashkimin Evropian. Në takimin Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, rruga e reformave, Rama tha se Shqipëria e di shumë mirë që Bashkimi Evropian nuk është as bankomat dhe as park ku shkohet për qejf, por një familje jo e lehtë për të bërë pjesë. Ne nuk kemi asnjë zgjedhje tjetër dhe nuk duam asnjë zgjedhje tjetër për të vërtetës. Ne kemi vetëm një zgjedhje, vetëm një plan, vetëm një rrugë që është Bashkimi Evropian. Për ne është shumë e qartë, ne nuk jemi perëndimor të përkdhelur nga fati. Ne nuk jemi rritur aty dhe ashtu si janë rritur ata që janë rritur në Europën e viteve 70, e viteve 80. Ne jemi rritur në ferr dhe ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është shumë më tepër se sa një bankomat. Ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është vendi i shpëtimit ton nga historia jo. Dhe ne kemi shumë të qartë që Bashkimi Evropian është edhe këndi nga ne duhet shohim vetë historinë tonë. Ne s'mund ta shohim Bashkimin Evropian me sytë e të shkuarës, ne duhet shohim të shkuarën me sytë e Bashkimit Evropian. Edhe pse thotë se Partia Socialiste ishte ajo që i dha jetë reformës në drejtësi, kryeministri Edi Rama angazhimin e tij nuk e mbyll me kaq, por kërkon që të garantohet pathyeshmëria e saj. Në një takim të nivelit të lartë dhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian, kreu i qeverisë shqiptare tha se paprekshmëria e institucioneve garantohet vetëm me hyrje në Bashkimin Evropian. Sot, tha Rama, drejtësia heton dhe dënon këtë dojë.